Elbasani drejt furnizimit me ujë 24 orë në ditë është ky premtimi dhe njëkohësisht një nga objektivat kryesorë që Bashkia Elbasan po synon të realizojë përmes investimeve në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm. Sipas njoftimit zyrtar, projekti parashikon modernizimin e rrjetit ekzistues dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, me qëllim që çdo banor i qytetit të ketë ujë të pijshëm dhe pa ndërprerje 24 orë në ditë. Por banorët e Elbasanit shprehen se deri tani nuk kanë parë ndryshime konkrete në cilësinë e ujit apo në orarin e furnizimit. Shumë prej tyre theksojnë se ujin detyrohen ende ta blejnë. 3 herë në ditë vjen uji, nuk vjen më shumë. Uji pishë po e blejnë, gjithë njerëzit, edhe cilësinë e ujit nuk e dim se si në cilësi është. Ju e përballoni dot? Po nuk e përballoj, po se përballon dot me ato vështirësi që kemi, me pensionet që janë pensionet shumë minimale. Po se përballove, po se pagove, ai të pret dritën. Unë ujnë e pishëm e blejmë. E blejmë sa e shtëpijet dhe i depozitës. Edhe ato kanalizimet e ujit dhe që kalojnë aty ke pallati jonë, akoma s'janë rregullu. Na premtuan jo që do t'i bëni këtë vit, tash s'ka. Si kanë rregulluar, thonë marroj fondit. Ne marrim kërë e blejmë, pak. Për ta konsumuar për të pirë. Konsumim për shmirë. Ujnë të ujë kemë për të lavë, për shtrapë. Po ju, a keni ndjerë përmirësim në cilësinë apo furnizimin me ujë? Lini mendimet tuaja në komenta.